Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fillimisht Allahun e madhëruar e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Këndozon Allahu Azza wa Jalla në rrugë të drejtë, në rrugë të vërtetë, s'ka kush që humb. Dhe kënd Allahu subhanahu wa ta'ala ala në humbje me drejtsinë e tij absolute, nuk ka kush që ozon posti. Dëshmoj dhe deklaroj që s'ka zot tjetër që meriton të adhurohet më të drejtë përveç Allahut. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguari i tij i fundit. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnikë dhe fisnikë, mbi të gjithë ata që e kanë pasuar dhe vazhdojnë me pasu më të mira deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër, sot me lejen e Allahut të madhëruar kena me trajtu një temë e të cilet është ngjarje shumë interesante. Këtë temë të cilën e ka bërë kapitull të veçantë në metnin e tij Imam Tahaviu rahimullah, është fjala për ngjarjen e Isras dhe Mirajit. Imam Tahaviu ka potencuar në metnin e tij ku thotë besojmë se Miraji është i vërtetë, se pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka përjetuar udhëtimin e natës, Isran dhe ngritjen drejt qiellit, Mirajin, me gjithë qenien e tij duke qenë zgjuar dhe jo në gjumë. E më pas Allahu e ka ngritur në lartësinë të cilën ai ka dëshiruar. Allahu e nderoi atë me atë çka i shpolli atij. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Ma kadhaba al-fuadu ma ra'a." Zemra thot nuk e përgënjeshtroi atë të cilën ai e pa. Mirë. Imam Tahaviu e ka bërë pjesë të metnit, pjesë të akides, dhe besimi në të është sigurisht është kusht, sepse është edhe me argumente nga Kur'ani, edhe me argumente nga hadithi. Pra, ai cili e mohon Isran dhe Mirajin, ai është pabesimtar. Dhe pastaj Imam Tahaviu sigurisht e ka potencuar me qëllim këtë në metnin e tij. Mirë, po çka na intereson neve me nxjerr për te kësaj, për te besimit në të. Ne kena me e shpjegu, kena me e trajtu ngjarjen si ngjarje dhe me lejet Allahut të madhëruar kena me u mundu me i nxjerr urtësitë e këtij udhëtimi brezlënës. Fillimisht, rrëfimi i Isras dhe Mirajit është njëra ndër ngjarjet më madhështore të cilat i ka ndodhur pejgamberit alayhi salatu wassalam në jetën e kësaj bote. Është nota që e ka ndryshuar historinë e umetit. Por para se me ndodh kjo ngjarje, ishte periudha kur pejgamberi alayhi salatu wassalam kishte kaluar vitin më të vështirë të jetës së tij. Atij i ka vdek bashkëshortja e tij, Hatixha radhiyallahu anha. Pastaj ka vdek edhe xhaxhai i tij Abu Talibi, i cili ishte krahu i djathtit i tij, ishte mbrojtja e tij. Pastaj i ka dështu thirrja në vendin e tij dhe refuzimi i mushrikëve, por i ka dështu edhe thirrja në Taif. Dhe në Taif u lëndu shumë, edhe në aspektin fizik, por më shumë edhe në atë shpirtëror. Më pas, gjatë një note, gjersa ishte pejgamberi alayhi salatu wassalam në gjumë në Mekë, erdhi Gjibrili alayhi salatu wassalam me disa angjëj të tjerë. Erdhi dhe e shtriu pejgamberin sa në tokë në butësi dhe ja hopi gjoksin e tij. Ata e lanë zemrën e tij me një anë prej orit të mbushur me hikmet dhe me iman. Ishte ujë zemzemi dhe ana ishte mbushur me urtësi dhe me besim. Ata pra e lanë zemrën e tij dhe e mbyllën gjoksin e tij pa ndjerë dhëmbje dhe as shenjë. Dhe u ngrit pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ibn Hajeri është me rëndësi me potencu, thot, ishte pastrimi i zemrës për tu përballë me botën të cilën ai nuk e kishte parë. Pra, ai e ka dhënë një koment të tillë. Mirë, mos i është zgju pejgamberi alayhi salam, përpara atij na ka qëndruar një kofshë bordh, më e madhe se komori dhe më e vogël se mushka, e cila është quajtur Burak. Pra, Buraku ishte kofsh nga xheneti,
të cilën Allahu subhanahu wa taala e kishte sjellur me Xhibrilin alayhis salam. Dhe Xhibrili alayhis salam i thotë ky është buroku dhe ky e vendos hopin e tina në synin ku sheh. Pra ku e sheh synin e tina, ky e vendos hopin e tina, aq i shpejt është ky. Mirë. Ata u nesën prej Mesjidil Haramit me Qabës drejt Mesjidil Aqsas në Quds. Dhe kështu gjatë rrugës derisa mbrin atje ka ndodhur disa ngjarje, mirë po nuk do të ndalem në detaje, dhe mirë po është me rëndësi me qenë se udhëtimi ishte shumë i shpejt. Pra aq sa e sheh syni i kafshës, aq më rrinte. Mirë, për atë ku ka qenë pa besueshme ky udhëtim. Pra, por këtë ku është e kafshme, për arsye se tash edhe teknologjia ka rrinë në atë mënyrë so që madje mund të arrijë një shpejtësi ndoshta jo të tillë, veç goxha shumë ju afrohet kësajna, sepse ka edhe aeroplana shumë të shpejtë. Mirë po në atë ku ka qenë pa besueshme. Jo, Allahu Azza wa Jalla e ka sjellur një kafshë pej xhennetit dhe e ka bërë këtë udhëtim. Mirë. Masi u mbretën në Mesjidul Aqsa, vendosi e lidhi buroku në vendin ku lidheshin kafshët dhe përpara atij u mblodhen të gjithë pejgamberët. Ademi, Nuhu, Ibrahimi, Jusufi, Musai, Isai dhe të tjerët alayhimus salam. Xhibrili e mori për krohi dhe vendosi atë përpara. Dhe ai i udhëhuqi në një namaz madhështor. Ibn Taymija thotë e potencon, thotë kjo ishte një shenjë se Muhamedi alayhis salam është udhëheci i gjithë pejgamberëve. Pra është imam i gjithë pejgamberëve. Pra është një shenjë dhe është vula e pejgamberëve. Më pas masi e falë namazin, nga burri i Aksas, Xhibrili u ngjet me pejgamberin alayhis salatu wassalam deri në qiellin e parë. Xhibrili troket dhe angjulli i cili e mbron apo është rojtari i qiellit të parë, nga se çdo qiell e ka rojtarin e vet dhe portat e veta. Dhe Xhibrili troket dhe ky melek e pyet kush është? Thot Xhibrili. A është me ty dikush? Thot po, Muhamedi alayhis salam. A u therr për të ardhur? Thot po. Thot mirë se vene. Hyn. Portat hopën, dritat mëdha, madhështi, engjësh të shumt, të cilët e pretën. Në qiellin e parë, pejgamberi alayhis salam është takuar me Ademin alayhis salatu wassalam. Ademi alayhis salam i dha selam dhe i thot mirë se erdhe o birë dhe pejgamberi nderuar. Rreth tij ai po shpirtat e njerëzve. Në djathën e tina ka njerëzit e lumtur dhe në të majtën e tina të dëshpëruarit. Pra, ata të cilët kanë qenë për banorëve të xhenetit, ata të cilët kanë qenë për banorëve të zjarrit. Mbas këtij takimi vazhduan udhëtimin Xhibrili alayhis salam me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në mretën të qiellit i dytë, e njëjta ngjarje ka ndodhur në portën tjetër. Xhibrili, domethënë, i tregoi që është me Muhamedit alayhis salam dhe aty e pretën dy pejgamberë të mëdhenj, priti Isai alayhis salam dhe Yahya alayhis salam. Ata e përshëndetën në të njëjtën mënyrë, mirë se vjen vëllai i pejgamber i nderuar dhe kështu me radhë. Pastaj në qiellin e tretë ndodhi e njëjta ngjarje dhe po Jusufin alayhis salatu wassalam, i cili kishte marrë gjysmën e bukurisë njerëzve. Po gjysmën e bukurisë e kishte Jusufi aq i bukur, të cilin Allahu subhanahu wa taala kishte krijuar Jusufin alayhis salam. Ai buzëqeshi po ashtu dhe e përshëndeti në njëjtën mënyrë, vazhdoi në udhëtimin në qiellin e katërt, e takuan Idrisin alayhis salam. Dhe në njëjtën mënyrë edhe Idrisin e përshëndet, në qiellin e pestë takohet me Harunin. Haruni e priti me dashuri dhe e përshëndeti si vëllau po ashtu. E njëjta vazhdon edhe në qiellin e gjashtë. Në qiellin e gjashtë ishte Musa alayhis salam. Musa alayhis salam filloi të çonte.
Kur u pyet pse po qan, thot qoj sepse një djalë i dërguar pas meje do të ketë umet më të madh që hyn në xhennet. Ai dishte se ishte ummeti i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Mirë, vazhdoi në qiellin e 7, e në qiellin e 7 ishte Ibrahimi alayhi salam. Ibrahimi alayhi salam ishte i mbështetur në Beitul Ma'mur. Beitul Ma'muri është një vend ku një si qobja e tokës e ngjajshme mirë poshtë në qiell. Edhe është qobja e engjëjve. Ata engjëj drejtohen në atë drejtim. Dhe çdo ditë 70.000 meloqe hin folën aty dhe nuk kthehen më kurrë. Kjo tregon madhështinë e madhe të krijesave të shumta të meloqeve që Allahu i madhëruar i ka krijuar. Po 70.000 meloqe hin e adhurojnë Allahun e madhëruar dhe nuk ju vlerani më kthy edhe një herë prej kohës të krijimit. Allahu akbar. Aty e përshëndeti Ibrahimi në njëjtën mënyrë dhe Ibrahimi alayhis salam na i dha një mesazh. Ta përshëndet umetin tënd dhe thuaj: "Xheneti është tokë shesht. Mbylleni atë në subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah dhe Allahu akbar." Po na jep një mësim që na ta mbjellim xhenetin tonë, duke e përmendur Allahun e madhëruar. Një fjalë e vogël në jetën e kësaj bote, në xhenetin tënd ti do ta zgjurosh. Kjo pra ishte porosia e Ibrahimit alayhis salatu wassalam. Pejgamberi alayhis salam ngrit me Xhibrilin alayhis salam deri tek një pemë, e cila quhet Sidratul Muntaha. Është pema e fundit, vendi ku përfundojnë të gjitha krijesat. Ngjyrat, aroma dhe dritat ishin në atë mënyrë sot që nuk ka mujt me i përshkru pejgamberi sa. Sot nuk ku mujt me i përshkru ngjyrat e tij, sepse ato ndryshonin vazhdimisht. Dhe gjithashtu Xhibrili alayhis salam tha: "Këto është kufiri im." Po e kalova këtë digjen. Pra edhe kufini i Xhibrilit alayhis salam, angjëllit më të veçantë, të cilin Allahu e ka krijuar, ishte kufini atë. Dhe i thot Muhamedit alayhis salatu wassalam, thot ati vetëm. Allahu akbar. Pra Muhamedi alayhis salatu wassalam po hyn në një vend që as angjëlli më i fuqishëm, angjëlli më i veçantë nuk mund të vazhdojë aty. Dhe ai u ngrit në nderim që nuk ju kishte dhënë as kujt më parë. Po shenjat e madhështisë së Allahut të madhëruar, pa formë, pa trajt, siç tregojnë edhe sqarojnë dietarët. Pra Allahu nuk e ka po pejgamberin sa. Mirë po ka folur drejt për drejt me Allahun e madhëruar. Kur është pyetur thotë kum po veç dritë. Dietarët thonë e ka po perdën e Allahut të madhëruar. Edhe Aisha radhiyallahu anha thot me një transmetim, kush thotë që e ka po Allahun pejgamberin sa, thotë nuk e ka thënë vërtetën. Andaj Allahu i madhëruar e ka vendosur një perde në stim, mirë po e ka ofruar ofër vetës së tij. Dhe ka folur drejt për drejt me të. Aty Allahu i madhëruar ja ka caktuar umetit, pra neve muslimanëve 50 namazën e ditë. Mirë po në rrugën e kthimit, kur ka rritë tek qielli i 6, Musa alayhi salatu wassalam i tha: "Umeti yt nuk mund të duroj këtë. Kërko lehtësim." Ai u kthy disa herë edhe derisa ka zbrit në 5 kohët e namazit. Dhe Xhibrili alayhis salam tha: "Ky është vendimi i Allahut, nuk ndryshon." Dhe Allah subhanahu wa taala ka thënë 5 kohët e namazit e kanë shpërblimin sikurse 50 vjet. Pra kjo është si lehtësim dhe vetëm për umetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Qërsa na e folëm një vakt, e kena shpërblimin sikurse me i pas folë 10. Nëse i folëm 5 kohët e namazit obligative që jemi, ne jemi duke adhuruar Allahun me 50 namazë në ditë. Andaj kjo është madhështore vetëm për umetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pejgamberi sa ka po shumë gjëra. Ka po xhennetin, ka po xhehenemin. Ai ka po shumë skena. Ai po njerëz që mbillnin dhe karnin me njëherë. Kjo ishte shpërblimi sadakos. Ka po gradë varura nga flokët.
janë ato të cilët nuk e kanë rujt moralin e vetë. Ka po njerëz me bark të mëdhenj, të cilët ata janë që kanë ngrënë komotën. Ka po zinaqor që hanin mish të ndyrë, simbole të cilat janë të ndëshkimit. Këto janë transmetuar në Musnedin e Ahmedit. Allah më shëroft. Dërsa kthimin në Mekë, pasi u kthyen prej këtij udhëtimi madhështor, atëherë e nisër mja ishte provimi i madh. Ai u kthy para agimit, në mëngjes shkoi në qobe dhe u tregoi Kurejshëve dhe ata filluan të tolloqen. Disa vrapuan me një herë tek Ebu Bekri radiallahu anhu dhe i thanë, a e dëgjon thot se çfarë thot shokët? Ai thot, i tregojnë çka po thot pejgamberi sa pja tregon ngjarjen. Thot Ebu Bekri thot, nëse e ka thënë, sepse nuk ju beson Ebu Bekri këtyre çka thotë, se ta shpesh rrein. Thot nëse e ka thënë, është e vërtetë. Por edhe nuk e ka një me vesh të vet. Mirë, po nëse e ka thonë për imë, është e vërtetë ajo të cilën ai e thot. Edhe për këtë gjë e ka marrë Sidik. Pra, i sinqerti, besniku. Sa është besnik. Është i vërtet, sidq, vërtetësi. Edhe e ka thonë vërtetën. Do të një besoj diçka dhe më të madhe se kjo. Do të një besoj që Allah i madhëruar i shpall për çdo natë pejgamberit alajhissalam shpallje Kur'an e mos ta besoj këto. Mirë. Po çka është? Çka shumë e veçantë? Është e veçantë që është prova dhe për këtë umetin. Pra, për këtë umetin e pejgamberit alayhis salam është provë ky udhtim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se a e besojmë këtë udhtim në këtë mënyrë si ka bëu pejgamberi alayhis salam, apo kena dyshime sikurse Kurajshët, Allahu na ruaj. Po ky është udhtimi dhe ky është testimi i besimtarit të sinqert. Në këtë ngjarje ka ndodhur shumë mirësi, të cilat na shumë ujna me përfitu. Prej urtësive të mëdha është që Allahu i madhëruar na i ka bë namazin obligative mbi 7 polqi. Çdo Imam Nevevi thot, çdo namaz të cilën na e kryna është miraxh në vete. Pra, është miraxh për besimtarin nga se është një udhtim shpirtëror drejt Allahut të mëdhëruar. Pastaj thot Ibn Taymija rahimullah, thot çdo shpallje erdhi në tokë përmes Xhibrilit, ndërsa namazi erdhi pa ndërmjetësi. Dhe kjo tregon peshën dhe rëndësinë e madhe të namazit. Tjetër prej urtësive që mujna me nxjerr është shenë për shembull që Allah i madhëruar mas këtë vutjeve të pejgamberit alayhis salam ja ka dhuru këtë mirësi, këtë dhuratë të madhe. Pas këtë sakrificave të cilat pas bojkotit, pas vdekjes së gruas së tij, pas vdekjes së mijës së tij, pas dëbimit dhe mohimit të popullit nga Taifi, e maltretimit të tyre kështu me radhë, Allah i madhëruar ja ka bë një dhuratë për durimin e tij, të cilën ai e ka bë. Dhe thot Ibn Qayyim rahimullah, thot, sa më e vështirë është rruga, aq më madhështore është dhurata e Allahut të madhëruar. Ka shumë urtësi mirë, po du me i cek vetëm disa çka çka na interesojnë shumë edhe çka na bojnë dobi shumë. Tjetra është që njëni mesazh është që te pika Sidratul Muntaha, te ajo pemë, Allahu i madhëruar, thot Ibn Kathiri, thot Allahu i madhëruar ka vendosur kufirin e njerëzve. Pra, dhe ka vendosur që çdo krijesë ka kufirin e vet. Ato Allahu i madhëruar nuk për të kufizuar. Pra, në këtë mënyrë Ibn Kathiri e bën koment. Allahu e mëshiroft. Gjithashtu, Ibn Taymija thot, miraxhi është ajo e cila i dha forcë thirrjes islame me vendosmëri. Andaj
edhe ne, mendoj që edhe ne si besimtar do të me pas një lloj force, do të me pa një lloj force rrëfimin e Isras dhe Mirajit për thirrje, për davet tek të tjerat. Andaj edhe Ibn Uthaymin rahimahullah thot, sa më i sinqert të jetë thirrës si davetxhiu, aq më shumë mund ta provoj Allahu para nderimit. Allah na i mundsoft me qenë qëndrueshëm në thirrje, Allah na i mundsoft që me u kon të durueshëm edhe gjatë provave, gjatë provimeve, dhe Allahu na nderoft edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.